I'm here, Albania's integration into the European single market. Food safety. Siguria ushqimore, siç e thatë Blerina, nuk është vetëm një kërkesë teknike. Ajo është një mirë publike themelore dhe të gjithë qytetarëve u takon. Siguria ushqimore mbron qytetarët, ndërton besimin e konsumatorëve dhe siguron që bizneset të mund të konkurojnë në mënyrë të drejtë dhe me sukses dhe sigurisht edhe objektivi që duhet kenë të gjithë edhe për ta vendosur pra atë në tregun evropian. Dhe në kontekstin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ajo përfaqëson gjithashtu edhe një nga fushat më komplekse dhe transformuese të reformës. Tashmë Shqipëria ka hyrë në këtë fazë vendimtare të negociatave. Dhe kështu ecuria nuk matet më vetëm me qëllimet që ka Shqipëria apo me miratimin e legjislacionit, por matet me anën e sistemeve që funksionojnë, pra sisteme të cilat janë të harmonizuara me legjislacionin e BE-s dhe vijnë në zbatim siç duhet, por edhe inspektime që janë efektive dhe bazohen në rrezik të qartë, pra në bazë të një vlerësimi rreziku. Bazohet gjithashtu tek laboratorë të akredituar dhe që japin rezultate të besueshme dhe mbi të gjitha bazohet tek fakti që duhet të ketë subjekte ushqimore që mund të përmbushin në mënyrë të qëndrueshme standardet e BE-s. Në qendër të këtij transformimi qëndron një çështje kyçe. Kategorizimi i duhur i operatorëve të biznesit ushqimor dhe përmirësimi i subjekteve përkatëse në përputhje me standardet e BE-s. Ndoshta kjo ju duket teje teknike, por në fakt në realitet është një moment përcaktues për sektorin. Pasi një sistem kategorizimi që funksionon mirë, u bën të mundur autoriteteve që së pari të dallojnë ndërmjet atyre subjekteve që tashmë i përmbushin standardet e BE-s, atyre që mund të arrijnë pajtueshmërinë me këto standarde brenda një afati të arsyeshëm kohor dhe atyre që kërkojnë përshtatje më të rëndësishme apo themelore dhe në bazë të kësaj pune, autoritetet mund të përdorin burimet e kufizuara, sepse në fund të fundit burimet gjithmonë janë të kufizuara, dhe t'i bazojnë ato në kontrolle që në bazë kanë rrezikun. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në sektor si përpunimi i qumshtit dhe i mishit, ku hendeku ndërmjet praktikave aktuale dhe kërkesave të BE-s mund të jetë i konsiderueshëm. Duke marrë si shembull sektorin e qumshtit, për shkak të rëndësisë së këtij sektori dhe gjetjeve të fundit nga audituesit mbi cilësinë e ulët të qumshtit të papërpunuar, i cili shpesh nuk monitorohet në përputhje me kërkesat e BE-s, përmirësimi i cilësisë së qumshtit të papërpunuar nuk është vetëm një kërkesë rregullatore e BE-s, por është parakusht për të qenë konkurrent dhe në tregun e BE-s dhe për të patur akses në këtë treg. Pa cilësi të qëndrueshme të nivelit të prodhimit primar është pamundur të ndërtohet një zinxhir vlere që përmbush standardet e BE-s. Pra, trajtimi i qumshtit të papërputhshëm, investimi në sistemet e grumbullimit dhe forcimi i kontrolleve të cilësisë nuk janë opsionale, por hapa thelbësor në procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE, si edhe një nga piketat përmbyllëse që duhet të përmbush Shqipëria, pra një nga ato kërkesat kur ne mund të themi që po, Shqipëria ka përmbushur këtë kërkesë dhe mund të mbyllet negocimi i këtij kapitulli.